Selam aleikum, thot jeni hoxha pozitiv, motra ma e vogël thot u martu para 2 motrave më të mëdhaja. A është e drejtë kjo dhe a kemi hyrë në gjuna që e kemi thonë fjalë jo të mira? Aleikum selam, Zoti trujt. Ka të drejtë, gjithë se cilla motër me u martu atëherë kur asaj jepet mundësia, pra nuk është detyrimisht të mbaj radhën ashtu si që kanë lind, ashtu edhe me u martu. Ndodhë që njona ma madhe ka një arsye të caktuar, qoftë të pranuar, qoftë jo të pranuar, pra të pranuar do me kry fakultetin, shambull. Ka arsyen e vetë, kjo tjetra thotë unë s'du me kry fakultetin, du me martu. Kjo i ka bo 20 vjetë, ajo i ka bo 25. S'ka problem. Nuk është kusht radhitja edhe s'ban me i fol me i thonë fjallë të këqia. Ka dhe nejherë pa arsye. Thot ajo tjetra, thot ja, unë nuk e shet tullës pa i bot 30 vjetë. Tash pëse ti nuk pe shet tullës, me u martu pa i bot 30 vjetë, ajo tjetra e shet tullës. Ndoshta ka nevoj, ka arsyet e veta. Kështu që është e lejuar diçka e tillë. Lëne për hajri kofta se motrës, inshallah Zoti ratan e i fale vlat halallet.